Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdallahu xhela xhelaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatet me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, sigurisht që ditët kalojnë së shpejti dhe na duket që dje u pam dhe vetëm se po i vazhdojmë bisedat muhabetit tona, e kështu është ka funi dyjas, do thotë ditët kalojnë shpejt, qysh na ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salam, një prej shenjave të kiametit është taqarubu zaman. Me përkthy bukfalisht i bie afrimi i kohës. Në praktikë i bie shpenzimi i kohës. Unë nuk jam të folë për shenjat e kiametit, po në hyrje të temës, sigurisht që secili prej neve e përshkruan këtë gjendje që koha po shkon shpejt, edhe java kalon shpejt, ditët kalojnë shpejt dhe po vije dita e xhumë. Elhamdulillah që Allahu këtë ditë e ka bërë ditë feste të javës, ku motivohemi, mushemi me iman, apo në praktikë mushim batarijat që me qua edhe një javë tjetër, do thotë edhe mos me u lodhë dhe mos me një vështërsi. Për ndryshe të ndershëm vëllezër, jemi duke u shoqëruar me kaptinën e njeriut, Suratul Insan. Dhe siç kemi promovu në fillim të kësaj kaptine, se Allahu xhelle xhelaluhu njeriut ja përshkruan vendin ku do të shkon, ai që punon për te. Ja përshkruan praktikisht, i përshkruan Allah të dy vendet, edhe xhenetin edhe xhehenamin, por vetëm një citat ka folë për xhehenamin, sepse e keqja duket vetë, s'ka nevojë me folë për të keqen. E për të mirën do të me folë shumë, muna josh, muna motivu e kështu me radhë, kemi folë për disa ligjërata, ky praktikisht është takimi 6 me këtë kaptin, në citatet e kaluara, praktikisht një javën e kaluar, kemi folë për disa lloje të pijeve që janë në xhenet. Allahu xhelle xhelalu na ka folë në xhenet për pijet e xhenetit, diçka nga to, pastaj ne në fund të ligjëratës kemi folë për një citat që përshkruan disa lumej në xhenet. Por, sa për kujtim, kur flasim për shembull për jetën në xhenet, frutat, ushqimet, pijet, këto janë vetëm emra, jo dhe krahasim. Sepse Ibn Abbasi radiallahu anhu ka thonë, asgjë nuk ka në xhenet çka ka në këtë botë pos emrave. Ne kemi folë për lumejt me qumsht, me verë, me mjalë të kulluar, që Allah i ka përmenë në Kur'an. Pra, Allahu ka dasht më na njoftu çka ka, dhe emri, po jo dhe cilësia. Se qumshti kësaj bote, ju e dini qysh sa shpejt prishet qumshti. E llogarit tani me rrjedh qumshti. Po dhe mjalti, është mjalt vetëm emër që neve më na e parafru që po flasim për diçka të mirë, por nuk krahasohet me mjaltin e kësaj bote. E të tjerat që i ka përshkruar Allahu xhelle xhelalu. Sot citatet e para që Allahu i përshkruan në vijim të komentimit të kësaj kapitini, praktikisht jemi në citatën 19, Allahu na flet për shërbimet që ju bëhen banorëve të xhenetit. Ata që ju shërbejnë, shërbëtorët. Edhe kjo është me rëndësi vëllezër, veç po flasim për shkrim dhe jo krahasim. Për shembull, po sjellim shembull. Çka të tërhiq ty me shku me një restoran? Çka tërhiq? Përveç që tërhiq ushqimi, tërhiq edhe ku shërben. Për ndryshe mund me konë restorani shumë i mirë, kuzhina shumë e mirë, edhe ushqimi shumë i mirë. Ama ata që shërbejnë nuk ja kanë zanat për kësaj pune. Nuk nihesht i mirë, a shkon në qatë restoran? Sigurisht se jo. Pra, Allahu xhelle xhelalu ka dashur më na tregu që në xhenet, përveç që unë kam kriju, Allahu xhelle xhelalu, që thot Allahu për vetveten Kur'an, sunna Allah, mjeshtri e Allahut. E pastaj na ka përshkruar çka ka ta. E tash na përshkruan kush na shërben.
Thot Allahu xhalla xhelalu në citatin 19, "Mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa yatufu alayhim wildanun mukhalladun idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura." Në xhenet ju shërbejnë djelmosha të cilët nuk mplaken asnjëherë. Nëse ti i sheh ata, të duken si janë margaritar të shpërndar. Çështë Allah ka përshkruar. Prap përshkrimi prafërt, përshkrim jashës, përshkrim për të na tregu, mos e mundësien. Kujdes, shfrytëzoj jetën këtë botë për të mirën tane se kjo po të pret. Pra, Allahu xhalla xhelaluhu këtu na flet se kemi të bëjmë për një shërbim të veçantë, me një vend të veçantë, për njerëz të veçantë. Këta janë banorët e xhenetit. Këta janë ata që janë falë, kanë agjeru, kanë besu, janë lodhë, kanë investu. Pra, përveç shqetësisë të xhenetit, se ki më zhurmen e veturave, se ki më zhurmen atje që ta prish dikush qefin, e as torës që te kur dis me uqunë me ngjes, qoftë mu falë, qoftë me shkum punë. As këto se ki. As kush nuk ta ngrit zonin. As kush nuk të urdhëron. Krejt qetësi absolute. Po përveç kësaj, përveç asaj që kemi përshkruar në javën e kaluar, shërbimet ekskluzive, tash është shumë e rëndësishme ata që të shërbejnë. Allahu po thot, djelmosha të cilët nuk mplaken. Pra, këtu sukur Allahu xhalla xhelaluhu don të na përshkruan se, do të thotë që shka në hadithet sakta, ai që hin në xhenet nuk mplaket kurrë. Nuk vdes, nuk smuret. Po neve këtu ne ka përshkru për të na josh se ky është xheneti. Do më thonë, sukur që e maj menna edhe ju, ndoshta një kuzhinier ose një shërbyes të një restorani i mirë, ka qenë i mirë pa një 20 vjetë, 30 gjeliri, ama tash i ka bërë 2 vjetë. Tash s'po mundet, nuk e ka shërbimin që e ka pas, jo. Në xhenet s'ka, sepse s'ka fund. Për atë arsye Allahu këtu e ka cek, wildanun mukhalladun, djelmoshat përhershëm, sepse vetë xheneti është i përhershëm. Andaj të ndershëm vëllezër, për Allahu xhalla xhelaluhu edhe me këtë don ta përshkruan bukurinë e xhenetit dhe mirësitë e tij. Në citatin vijus, Allahu xhalla xhelaluhu don edhe më shumë të na surprizon. Krej këtu Allahu sikur don me thonë që ja kum përshkruar deri me tani, inshallah ju keni lexuar këtë kaptin çdo javë, keni lexuar ajetin që po i komentojmë. Kemi përshkruar këtë dhe këtë dhe këtë dhe atë në citatin 20 thotë kështu. Wa idha ra'ayta thumma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira. E çka kime pa ti? Allahu po thotë, nëse ti e hedh shikimin në këtë vend, në xhenet, sheh mulk të madh, sheh pasuri të mëdha. Pra Allahu tash po don në fund me përshkruar që sado që unë një mundum ja përshkru juve për dhe të Allahu, e keni këtë ushqim edhe këtë pije edhe këto edhe këto edhe këto, tash Allahu dënë me një fjali me përmbyllë. Nëse ti e hedhë shikimin, nuk sheh fund së gjërëve, mulk pa fund, pasuri pa fund, po pasuri surprizuse, jo veç tjetë pasuri, po surprizuse, e cila do t'ju befason. Dikuj për neve shkon menja me pyet. Sa mund me konë që kjo pasonia që Allah për ne përshun, sa mund me konë e madha thu për neve, për se cilin që hymë xhenet, inshallah. Na pe përshkruj minimumin. Pejgamberi alayhis salam na e ka përshkru njerin e funit që del për xhehenamit dhe njerin e funit që hynë xhenet. Po, që ky person është i funit që del për xhehenamit, u krymo. S'ka maskis del kërkush. Tjetë që ka janë për gjithmonë jesin ta. Edhe që ky është i funit që ka me hynë xhenet, u kry. Çka ka për këta? Ky i lodhën, një raskapitun hadithi është shumë i gjatë, biseda në mes qëti personi e ka përshu Allahu, edhe Allahut.
i thot Allahu xhalla xhelalu, ti ki në xhenet sot dynjaja, sot kjo botë, po dhe sot 10 fish i saj, pe pasunisë. Krejt sa ka kjo botë, këtë kontinentet, sa ka kjo botë, i funit llogaritni që hin xhenet, sa kjo botë i thot, po jo vetëm kaq, sa 10 fishi i saj. Llogaritni tani vëllezër, sa ka para ta që paratina, veç një paraktina ka hi, Allahu alem sa 100 herë më e madh se kjo dyja. Po ata që në hika mesi, ata që në hipi të parve, për atë arsye Allahu xhelalu po thot, nëse ti e hedh shikimin edhe shikon, aty kemi pa veç pasuri edhe të mira. Pra Allahu xhelalu me këtë ne ka përshkruar mirësitë dhe bukuritë e xhenetit. Po ashtu të ndershëm vëllezër, citatet vijuse se po mundohna, do thot për shkak kohës së ngushtë me i përshkruaj se sado që ne të flasme, nuk muj me fol diçka për te asaj që Allahu e ka përshkruar, sepse Allahu i ka detaju në mënyrë konkrete dhe precize këtë çështje. Duke qenë se Allahu në këtë citat po flet, nëse ti e hedh shikimin, i bie që banorët e xhenetit shetisin, ecin, i kërkojnë vendet, i shijojnë vendet. Për këto na ka folur edhe pejgamberi alayhis salam. Ndoshta sigurisht për neve intereson me ditë në detaj për kësaj, ka ardhur me një hadith sakt, me një thënie profetike sakt, ka thënë pejgamberi alayhis salam, në xhenet ka pemë që hijen e saj për me kalu, hijen e saj duhen 100 vite. Që ky xheneti. Pra, është diçka që shka në hadithe, ma la ajnun ra'at, çka kur syni s'ka pa. Por çështë ka përshkruar pejgamberi sa. Në xhenet ka çka kur syni s'ka pa. Wala udhun sami'at, e as veshti s'ka dëgju, po as që ka paramendu ndonjëherë njeriu. Citati 21, Allahu xhalla xhelaluhu na përshkruan për veshjet dhe stolit e banorëve të xhenetit. Diçka në pika të shkurta, pasi që na përshkruan për ushqimet, e qetësinë, e mirësinë e xhenetit, e shërbëtorët e xhenetit, na përshkruan për diçka për veshjet dhe stolit e banorëve të xhenetit. Thot Allahu xhalla xhelaluhu: "Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura." Banorët e xhenetit Allahut janë të veshur me petka të mendafshta të holla, me ngjyrë të gjelbër. E si për tyre pastaj rroba të mendafshta pak më të trasha. Wa hullu asawira min fidda, dhe janë të stolisur me bylyzyk të argjend. Wa saqahum rabbuhum sharaban tahura, dhe Allahu atyre ju jep të pinë pra prej pijeve të kulluara. Që ky është citati 21 që flet edhe për disa detaje, për detajet e veshjeve. Pra Allahu xhalla xhelalu përshkruan pak diçka nga veshjet e banorëve të xhenetit. Ka citate tjera në Kur'an që flasin edhe për detajet e tjera. Pra në mesin e veshjeve, veshja e banorëve të xhenetit është prej mendafshit. Ama jo ky mendafshi jon, jo ky mendafshi që na e përpunojmë, veç emën thamë. Në xhenet ka nga kjo botë veç emna. Pastaj këto ka përshkruar Allahu ngjyrën madje, ngjyrë të gjelbërt. E ka përmend ngjyrën, kanë fol dietar arsyeën e kësaj për shkak të bukurisë dhe qetësisë së synit të saj. Po kjo nuk determinon që ngjyra e gjelbërt e rrobave në këtë botë është më e preferuara. Kjo nuk determinon. Ka hadithe tjera të sakta të shumta që flasin se ngjyra e bardhë e rrobave është më e preferuara. Për ndryshe të gjitha llojet e ngjyrave janë të lejuara me përjashtim të disa ngjyrave që kanë ardhur, do thotë në hadithe konkrete, por në mënyrë të përgjithshme ngjyrat janë të lejuara që të gjitha. Pejgamberi sa më ka thonë: "Ilbisu min thiyabikumul bayad." Veshni rroba të bardha, sepse ato janë rrobat më të mira dhe që finosni të vdekur tuaj me to. Pra ngjyra e bardhë është më e preferuara, jo e obliguara. Nuk obligohet asnjë ngjyrë. Këtë botë fjalën, këtë botë. Unë pse e ka këta, se disa njerëz tu i keq interpretu argumentet,
do thotë I japin përparësi ngjyrës së gjelbërt. Jo, ngjyra e gjelbërt nuk ka mënyrë të veçantë. Allah e ka përshkruar për xhenetin. Ndërsa për këtë botë, derisa kem hadithe, ato janë me prioritet. Pra veshni, edhe kanë ardhur disa hadithe për këto. Me një hadith tjetër ka ardhur veshuni me rroba të bardha, sepse ato janë më të pastra dhe më të bukura. Kështu ka në hadith sakt. Por pejgamberi sa ka vesh edhe për rrobave jashtë tjera, për me ngjyra tjera, jashtë ngjyrës së bardhë. Sidoqoftë, Allahu xhel xelalu pra këtu përshkruan disa nga gardarobat e banorëve të xhenetit. Wasaqahum rabbuhum sharaban tahura, dhe Allahu jep të pinë atyre prej pijeve të kulluar. Pra pijet po e vrenin këtë kaptinë o vëllezër, kanë ardhur në disa citate, që nga fillimi I kësaj kaptine, lumejt, pijet, disa herë janë përmend më rana kësaj kaptine. Dhe kjo I ka kuptimet e veta, Allahu e din më së miri. Po na po flasim në xhenet. E po flasim sidomos pas sakrificës të madhe, të lodhjes të madhe pas ringjalljes. Edhe pritjes së gjatë. Jo të gjithëve, nuk do të presin gjithë gjatë. Ata që kanë qenë përkushtuar ndaj Allahut xhel xelaluhu, pritja e tyre në ditën e gjykimit është sa në mes dy namazeve. Flasin dietar sa në mes ikindisë dhe akşamit, ose sa mi fal 2 rekate. Ata që ja kanë bërë hizmetin, ka që duket dita e gjykimit, se ata nuk mirën me procedurën që ka mirën të tjerë. Këta e në lodhën këtë botë e Allahu është rregull që nuk ja bashkon robit të tij 2 trana ose 2 vështirësi për një herë. Vështirësitë e kësaj dynjaje, kësaj bote, edhe vështirësitë e kiametit nuk ja bën bashkë Allahu robit vet. Ata që janë munu, kanë vujt, kanë sakrifikuar këtë botë, Allahu I kursen prej sakrificave të ditës së gjykimit. Por sidoqoftë, njerëzit janë të etur. Prandaj edhe ka ardhur në disa citate për shkrimin që u hapmi nga kjo pije, edhe nga kjo pije, edhe nga ky kombinim, edhe nga këta lumej e kështu me radhë. Pastaj Allahu xhel xelaluhu përshkruan citatin e fundit të përshkrimit të mirësive të xhenetit. Citati 22, Allahu përshkruan si ndodhi krejt kjo dhe arsyen e krejt këtij shpërblimi. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Pra krejt kjo që u tha, Allahu po thot. Krejt kjo që u tha është xhezaja juve. Xhezaja është shpagimi juve. Shpagimi mundit juve. Pra që kjo është merita punëve të juaja. Wa kana sa'yukum mashkura, dhe kjo është merita e përpjekjeve të juaja. Ju jeni përpjek, jeni mundu që kjo ju pret. Edhe pse tham që nga fillimi që këto citate përshkruajnë disa detaje, jo tërsinë e xhenetit, sepse ka kaptina të ndryshme dhe citate që përshkruajnë xhenetin dhe hadithe të shumta, por e ka ndërlidh Allahu kaptinën e njerit me vendin që e pret. Andaj Allahu xhel xelaluhu po e përmbyll pra përshkrimin e mirësive të xhenetit, duke na thonë që kjo pra është xhezaja e juve. Sikur Allahu xhel xelaluhu po don më na thonë, pra ky është prodhimi I durrëve të juaja. Kjo është ajo çka keni bën me durrët e juaja, se askuj nuk I him në hak. Pra përzgjedhni ato që është më e mira. Mos e harxhoni kohën kot. Investoni për të mirën. Pra vëllezër, me pak fjalë, vërtet shumë ja vlen për çito, vetë çito ajetin kofshin në Kur'an krejt për xhenetin, na spolipi më shumë. Besoj që këtë pajtohemi me çito. Vetë që ka që kofshin të mirë në xhenet, kur gjë më pas ajete të tjera hadithe, na dalin ball. Pra a ja vlen me ilan këto për çefet dyjas. A ja vlen me I hub çito për një interes parcial të dyjas, të shkurt. Shija e dyjas e vëllezër është pak centimetra. Shumë pak. Pak në fyt, desa ta kalon fytin. Si ta kalon fytin? Çka është para fytit nuk shijohet. Është një pjesë e fytit aty, një 5 cm që e shijon ushqimin e mirë, pijen e mirë në këtë dynjë, çaj që ka shija, ai që s'ka shija sa thos se ka, si të në stomak u kry mo, shije s'ka. Aja vlen për qëta 5 cm, për qëto sekonda me hub xhenetin. Fjala është gjithmonë, ai që
ushqehet me ato që s'është e lejune, e pin ato që s'është e lejune, e vepron ato që s'bën, nuk ja vlen për vëllezër. Prandaj krejt që tregon për kujdesin që duhet me pas për takimin me Allahun dhe shpërblimet që na presin. Pas këtyre citateve deri në fund, për nga citati 23 deri në 31, dikon 8 citate, Allahu na flet ekskluzivisht për pejgamberin alayhis salam. Na flet për disa të mira që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka dhënë pejgamberit alayhis salam, e po mundohna me theksu diçka sot për ta përmbyllë inshallah në javën e ardhshme. Allahu xhelle xhelaluhu i thot pejgamberit alayhis salam: "Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila." Ne ty ta kemi zbrit këtë libër në interval kohor, pjesë. Pra, pas këtij përshkrimi që Allah ja bën xhenetit dhe në radhë parë e inkurajon robën e tij pejgamberin alayhis salam, i tregon që ne ta kemi zbrit këtë Kur'an pjesë, pra sikur don m'ia largu brengën e asaj që kanë pas pejgambert më herët, sepse librat e mëhershme kanë zbrit për një herë. Tevrati, Zeburi, Injili, fletushkat e Musaut, e të Ibrahimit alayhis salam kanë zbrit për një herë. Davudit alayhis salam, Zeburi, kështu me radhë ka zbrit për një herë. Por don Allahu mi tregu që kam vlerësu, kam dasht, kam kursy e kështu me radhë. Edhe ky citat ka dhe kuptime të tjera, pastaj Allahu xhelle xhelaluhu në citatën e fundit që na premton koha me cek, citatën e 24, fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum athiman aw kafura. Bën sabër nëse don me arrit xhenetin, bën sabër, bëhu i durueshëm në caktimin e Zotit. Pra ky citat i drejtohet pejgamberit alayhis salam, por vlen për tërë umetin. Nëse doni me hin xhenet, bëni sabër se shpejt kalon kjo botë. Pra, bën durim nga caktimi i Zotit, por në asesi Allah po thotë, mos i ndëgjo mëkatarët dhe pabesimtarët, se ata ta devijojnë rrugën, ata ta humbin vlerën, ata të orientojnë ty nga ajo çka kum kriju. Pra këto ishin disa përkujtime, pjesë tjera të kësaj kapitini inshallah i lexojmë dhe i komentojmë në javën që vije. Allahu na bëfë banorët e xhenetit, Allah na mësoft me jetu me islam, me iman dhe na përfundoft jetën tonë me shahadet. Zoti shpërblet për ndëgjimin dhe durimin, alhamdulillah.